Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju një letër goxha të dhimbshme. Një letër e shkruar nga një nën, e cila po ndan dhimbjet më të mëdha të shpirtit të saj. Në këtë letër ajo ka treguar trishtimin, në këtë letër ajo ka treguar dhimbjen, në këtë letër ajo ka treguar një pjesë të thyer të shpirtit që realisht në të vërtet nuk doja ta besoj që është një rast i tillë. Një nën që nuk e takon vajzën e saj për 4 vite, domethënë vajzën e ka të vogël 4 vjeç, që kur e ka lindur ajo është ndarë dhe nuk e takon tashmë. Po pse ndodh kjo gjë? Dëgjoni letrën deri në fund. Po shkruaj këtë letër me duart që më dridhen dhe me zemrën që më dhëm çdo ditë më shumë. Nuk e di nëse do ta dëgjosh i dashur deri në fund. Por unë nuk kam asnjë mënyrë tjetër për të folur. Fjalët e mia janë mbytur në lot, ndërsa shpresa ime po shuhet pak e nga pak. Kanë kaluar muaj të tërë që nuk ka mundur të përqafoj vajzën tonë. Vajzën që e mbajta në bark për 9 muaj. Vajzën që e solla në jetë mes dhimbjeve dhe lutjeve. Sot ajo është 5 vjeçe dhe unë nuk e di nëse më kujton ende mua si nënën e saj. Çdo mëngjes se zgjohem me mendimin e saj, pyes veten nëse është zgjuar mirë, nëse ka ngrënë mëngjes, nëse është sëmur, nëse ka nevojë për mua. Pyes veten nëse dikush i ka kreur flokët me aq dashuri sa e bëja unë. Nëse dikush ja put ballin para se të flej. Por mbi të gjitha, pyes veten nëse ajo vajzë pyet për mua. A të pyet ndonjëherë ku është mami? Edhe nëse të pyet, çfarë ti i thua asaj? A i thua se nëna e saj e do? Apo i ke mbushur mendjen se unë e kam haruar? Nuk ka natë që të mos të qaj. Kam fotografitë e saj në telefon dhe i shikoj pa pushim. Zmadhoj fytyrën e saj, buzëqeshjen e saj, sytë e saj. Mundohem të kujtoj zërin e saj sepse kam frikë se një ditë do ta haroj. E di çfarë është më e dhimbshme? Të jesh gjallë dhe të mos të mund ta takosh fëmijën tënd. Të dish se ajo jeton, se rritet dhe ndryshon, por ti nuk je pjesë e asnjë momenti të jetës së saj. Nuk kam qenë aty kur i ra dhëmbi i parë. Nuk kam qenë aty kur mësoi të shkruaj emrin e saj. Nuk kam qenë aty kur u rrëzua dhe kishte nevojë për përqafimin e nënës. Kam humbur kaq shumë nga fëmijëria e saj dhe çdo ditë që kalon më duket si një plagë e re. Ti e di sa shumë e dua atë vajzë. E di sepse ke qenë aty kur ajo lindi. Ke parë lotët e mi. Kur e mora në krah për herë të parë. Atëherë si mundesh sot të më ndash prej saj? Çfarë gabimi kam bërë që meriton një dënim kaq të rëndë? Mund të jesh zemëruar me mua, mund të mos më duash më, mund të kemi pasur probleme si çift, por ajo është vajza jonë. Nuk është armë për hakmarrje, nuk është mënyrë për të më ndëshkuar. Ajo ka nevojë për të dy prindërit. Një fëmijë nuk duhet të rritet duke menduar se nëna e saj nuk e do. Nuk duhet të rritet duke jetuar vetëm në një pjesë të vërtetës. Shpesh më kap paniku kur mendoj se ajo po rritet pa mua. Se një ditë do të më shoh si të huaj.
se do të ketë haruar aromën time, zërin tim, për qafimin tim. Kam frikë nga ajo ditë. Kam frikë se koha po na vjedh gjithçka. Dhe unë nuk mundem që ta ndal. Njerëzit ma thonë të haroj, të vazhdoj jetën. Po si mundem të haroj fëmijën tim? Si mund të haroj gjakun tim? Si mund të haroj vajzën që më quante mami? Nuk mundem as sot, as nesër, as njëherë. Edhe kur qesh para të tjerëve, brenda meje ka vetëm dhimbje. Edhe kur mundohem të dukem e fortë, zemra ime është e thyer. Më mungon çdo gjë tek ajo. Më mungon zëri i saj. Më mungojnë hapat e saj të vegjël. Më mungon mënyra se si më përqafonte, më mungon gjithçka. Dhe më dhëm fakti që ajo mund të mendoj se unë nuk po luftoj për të. Por unë luftoj çdo ditë. Po luftoj me lotët, po luftoj me vetmin, po luftoj me mallin, po luftoj me një boshllëk që askush nuk mund të ma mbush. Nuk dua luftë me ty. Nuk dua urrejtje, nuk dua hakmarrje. Dua vetëm të jem nën. Dua vetëm ta shoh vajzën time, ta përqafoj, t'i them se sa shumë e dua këtë vajzë. T'i dëgjoj zërin, t'i shoh buzëqeshjen, të jem pjesë e jetës së saj para se të jetë vonë. Një ditë ajo do të rritet. Do të bëhet grua, do të bëj pyetje, dhe atë ditë do kërkoj të vërtetën. Shpresoj që kur ajo të vi, ajo ditë të mos pendohemi për vite që kemi humbur. Sepse koha nuk kthehet më. Fëmijëria nuk kthehet më. 5 vjeç është vetëm një herë. Dhe çdo ditë larg saj është një plagë që nuk shërohet. Nëse kjo letër arrin ndonjëherë në zemrën tënde, të lutem mendo për vajzën tonë. Jo për mua, jo për ty, por për të. Sepse ajo meriton dashurinë e të dy prindërve. Dhe unë do ta dua deri në frymën time të fundit, me lot në sy, nëna që e pret çdo ditë ta përqafoj sërish vajzën e saj. Në fakt ishte kjo letra e kësaj zonja, e cila është shumë e lënduar, është shumë e thyer, është shumë e mërzitur, sepse nuk mundet dot që ta takon të bien e saj, nuk mundet dot që të rri me vajzën e saj, dhe nuk mundet dot që të jenë pranë vajzës së saj, dhe mua kjo më dhëm, sepse në shumicën e familjeve shqiptare ekzistojnë këto fenomene që në thelb janë fenomene të dhimbshme, janë fenomene të merruse, janë fenomene që të nxjerrin nga vetja, dhe uroj me shpirt që kjo vajzë të jetë sa më shpejt pranë nënës së saj.